Edhe kjo do ndodh në ato që quhet Yawmul Mazid wa Ziyaratul Azizil Hamid, në ditën e shtimit dhe vizitën e Allahut madhruar që ka ardhur në dy sahiha dhe librat e sunetit dhe musnedeve, siç e përshkruan prej dietarëve të vëshëm Ibn Qayyim e bën një përshkrim të bukur në librin e tij Hadil Arwah ila Biladil Afrah, në qetësimin të shpirtërave ndaj dhënave të gëzimeve është për qëllim ndaj xhenetit, e bën një përshkrim të zgjeruar të këtij momenti ku njerëzit do të thirren nga një zë hayya ala ziyara, e janë në vizitë. E pastaj njerëz do të drejtohen gjithë drejt loginës e fjah. Një nga loginat e xhenetit do të drejtohen rreth saj, pastaj do të ulen secili në ulse, dikush nga drita, dikush nga ulsatarit, argjenti, kështu me radhë, dhe me ulti pej tyre, runa zot më shenë dikush i ulta det, do t'jenë në një kodër nga misku i ullur. Dhe pastaj Allah do t'i pyes, o banor xhenetit, sot është dita e shtimit. A keni diçka Spari thot selamu alejkum ja ahlel gjenne, paqja Allah që mbi ju banor xhenetit, dhe këta ja kthejnë Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Çka zot besimtari pas namazit? Po, ti e paqja pasore, prej ti është paqja, u madhrofshin dhe u bekofshin emrat dhe cilësitë tua, e pastaj thot o rob të mi, a keni nevojë diçka me tej, do të zot ti na ke runga xhenemi, na ka bëjë xhenetli, na ka dhënë gjithë të mirat, na kërkojnë të jeshin kënaqur me neve. Allah thot, po ti mos isha i kënaqur me juve, nuk do t'ju kisha fund xhenetin tëm. Pastaj thot fasaluni, kërkoni prej meje se sot është dita e shtimit dhe gjithë së bashku do të kërkojnë. Do të mirë një fjalë që do të kërkojnë me pa fytyrën e Allahut azza wa jall. E pastaj, Allah do të largoj pengesat për mes tij dhe xhenetit, dhe drita që i bie xhenetit, po s'mos ishte mëshira Allahut, do ta diçtë të bëjmë sa më tërë xhenetin. E pastaj njerëzit do ta shikojnë Allahun dhe secili do të vetmohet me të. Do të flet me Allahun. E lartësun në atë do ta kujtojnë jetën hadha rabbukum alladhi kuntum ta'budun, që është Allah që ja keni adhuruar në dunja. Që është ai Zoti që ja keni adhuruar, thot pejgamberi sa mos ishte mëshira e Allahut që njerëzit ju kthehen kënaqësia në xhenet, pas kësaj kënaqësie asgjë nuk do të kënaqte. Pra kjo është ajo që shkurtimisht, ajo që pyete, edhe pse Imam Nesai me kon një libër, Royatullah, e që ndoshta Allah me e shpjegu për libra më të mira në këtë temë.